kujtohet se i ri që kam qenë si fëmijë, domethënë Nora i kanë lënë mjetet e punës, ai tjetri që i ka vyt ka shku se ka vetë këto. I ka marrë ka punorën e vet dhe i ka lënë aty. Madje mund të them që jeta më cilësore është në fshat, sepse është ajri i pastërt, është qetësia, këto cërimet e zogjve në qytet është probleme me ndëgjue. Fshati në Ravici gjen thujase të gjitha profilet, që prej bizneseve, mbërgjimtar, profesor, doktor shkenca, e të gjithve, të gjitha profileve, mirë po është karakteristikë që e ndihmojnë njerëz zakonisht njëri tjetrin. Kujtohet se i ri që kam qenë si fëmijë, domethënë Nora i kanë lënë mjetet e punës, ai tjetri që i ka vyt ka shku se ka vetë këto. I ka marrë ka punorën e vet dhe i ka lënë aty. Osmani thot se mikpritja ka qenë dhe është veçanti e fshatit Raovic, ani pse është i lidhur dhe e don shumë fshatin e tij. Puna dhe jeta i a kanë imponuar që të jetojnë në qytet, por vikendet t'i kalojë gjithmonë në vendin e lindjes. Mendoj, po vazhdon. Edhe kjo bashkëpunimi me njëri tjetrin, edhe mikpritja vazhdon. Pa diskutim se ka ndryshuar mënyra dhe stili jetës, nuk është tani, siç ka qenë dikur, se ka ndryshuar edhe stili jetës, po në këto formën ose në këto kohën moderne që po jetojmë, edhe për këtë kohë ekziston mikpritja. Realisht, unë kam lëviz prej fshatit i ka 8 vite, sepse qyteti të ofron kushte dhe mundësi më të mira edhe më të lehta, sidomos fëmijët kur janë në moshën që janë për shkollim, dhe gjatë studime i kanë gjonat më afër. Tash përpara ka qenë një dallim shumë i madh i fshatit dhe i qytetit. Sot mendoj që nuk ka shumë dallime të mëdha, sepse gjitha infrastruktura që ekziston në qytet është edhe në fshat. Madje mund të them që jeta më cilësore është në fshat, sepse është ajri i pastërt, është qetësia, këto cërimet e zogjve në qytet është probleme me ndëgjue. Po mu më është dashur për shkak të fëmijëve dhe për shkak të punës time dhe natyra punës që ka qenë më e lehtë të jem Ferizaj, edhe pse nuk është Ravica, është veç 10 kilometra larg Ferizajt, po i kombinoj tani, po i kombinoj zakonisht, jetoj 2 jetë, edhe ato në fshat edhe ato në qytet. Kryesisht fundjavë kur nuk jam dikun në udhëtime jashtë vendit ose me në aktivitet, vim këto e kalojmë fundjavën këto në shtëpi, pastaj ditëve tjera kthehemi atje ku banoj me jetoj. Mes humorit, a i tregon se prej nga i erdhi që të mirej me anekdota, por me profesion është ekonomist, ide kjo e cila i erdhi nga babai i ndjerë, si dhe qëndrimi i shumt në Oda.